Përshëndetje të nderuar miq të mi, ja ku po takohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ngritur zërin për një lajm që në fakt po na trondit të gjithëve. TikToku, deri ku mund të shkojnë njerëzit për të arritur klikime në TikTok? Suada Muça, një vajzë e njohur e rrjeteve sociale të këtilla, ka rënë pre e një situate shumë të rëndë. Do me thënë, e kanë gjuajtur, e kanë rrahur dhe natën e mbrëmshme, nga djali që e pretendon që e ka rrahur, bënte live për të rritur audiencën dhe çuditërisht audienca e tyre kishte shkuar 10.000 shikime. Do me thënë, ja deri ku ka arritur TikToku. Një ngjarje e rëndë është një video që në fakt ka qarkulluar, unë do të shfaq të dy video që ju t'i shikoni. Një ngjarje e rëndë ka qarkulluar me shpejtësi orët e fundit në platformën TikTok, duke përfshirë personazhin e njohur të rrjeteve sociale, Suada Muça. Pas disa deklaratave fyese dhe gjuhës së ashpër të përdorur prej saj gjatë një transmetimit në live drejtuar familjes së Fire, është një djalë, situata ka degraduar në përplasje fizike. Sipas pamjeve që po bëjnë xhiron e rrjetit, Suada është përballuar me një grup vajzash të cilat e kanë sulmuar atë. Videoja tregon momentet e tensionit ku personazhi i njohur goditet nga disa persona si pasojë e sharjes që Suada i kishte bërë për familjen. Përmes këtij reagimi ajo ka njoftuar ndjekësit mbi gjendjen e saj aktuale. Jam mirë, thot, faleminderit që jeni shqetësuar për mua. Është shprehur ajo duke tentuar të qetësojë opinionin publik pas pamjeve shqetësuese që u shpërndan masivisht. Unë para se në fakt të sjell videon që flet vajza në fjalë, unë dua të them që kjo që po ndodh realisht është jashtë normales dhe është një çmenduri e vërtet. TikToku apo protagonistët e TikTokut janë duke bërë gjithçka vetëm e vetëm që të marrin klikime dhe të jenë në qendër të vëmendjes. Ndiqni videon se çfarë ka thënë kjo vajzë. Vra. Kam pas dhe gërshona me vetë me vra. 3 burra. A lavdrohet shqiptari me këtë gjo. Me non kalamesh. Me një non kalamesh. Thoj shaj prap. Po normal që të shaj. Se më ke shajt fëmin, ke bulizu fëmin. Si mos shajon ty. Si mos shajon ty që po më talë kari me fëmin tim. Si mos shajon ty më legen mashkull. O legen, mos ki problem se do ta hash kokën tate. Nuk ka gale, do ta hash kokën tate. Mos e vrit menje për ta që më ke bo mu. Do ta hash kokën tate, mos e vrit menjen. Nesër pas nesër do ta gjesh më në vend, mos e vrit menjen. Merdën mu 3-4 burra me një gocë, më duket, nuk e di se thash ishin me kapuça. Duke më hell mu, duke më raf mu, unë 150 kg njëri, 150 kg femër, duke lavdru vetën që më rafën. Kjo është burrnia shqiptare. Ferma, jo, një ishe femër, tjerat ishin burra. Tjerat ishin burra, një ishe femër. Një ishe femër. Tjerat ishin burra, me marrë mu 3 burra, duke shty dhe ishe shoqërume me gru 50 vjeqe, hodhën dhe të për tokë, duke u lavdru, duke hëllën tokë një gru 60 vjeqe, 50, edhe mu femër, duke u lavdru. Turpi botës, unë nuk kam fjalë, nuk di që të them. E shajta se e ka bo vetën me shajt, se po më preke fëmin normal që do të shaj, po më preke fëmin tim normal që do të shaj. Po ka bo trimerin me femër, Zagari. Ka bo trimerin me një femër. Goca, një ishe gocë, me sa njova zonin, se unë nuk parë gjo, tjerët ishin burra. Tjenë që tjenë, 3-4 veta ishin, 3-4 persona u lavdrun, që mrafën mu se mut. Zori malë me mraf mu 200 kg rob.
Zori mall me mraf mu, zori mall me mraf. E di sa zor është me mraf mua? Zori mall. I lum bëtha. Ka boj gjot mirë. I lum bëtha, bravo të qoftë. Ke bo trimëri të madhe. Ka bo një trimëri të madhe, bravo të qoftë. Ka bo një trimëri të madhe, thuj më falë, po pse që do boje ti me tarë 3 veta me traf, me gjujt, me tarë nga mrapa. Thosht ai, ma ka nar nga mrapa, si thoshte kur erdhen ato 2 vëllezit, me erdhen dhe mu nga mrapa, 3 veta. Edhe mu. Ku di që unë po dilja nga dyqani, vetëm kur me erdhen këto, as si pash fare, e pa të vidjen. Unë as kuptova gjo fare, vetëm kur e pash vetën time për tokë. Bravo të qoftë, ka bo trimëri të madhe, ka raf një non me 2 kalamaj. Ka bo një trimëri të madhe, bravo të qoftë. Bravo të qoftë. Do t'japim në çmim, do t'japim në falënderim,